201.795 është numri total i fletëve të votimit të mbërritura nga diaspora në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve deri në orën 19 datës 11 maj. Sipas kryetarit të KQZ-s Ilirian Celibashi, ndërto rezultoi 1971 fletë votimi të pavlefshme. Në një deklaratë për media, Celibashi sqaroi se 353 qytetarë kanë sjellë fizikisht votën e tyre, ndërkohë që pjesa tjetër ka ardhur përmes shërbimeve të operatorëve postar. Pa diskutim, nëse një parti politike apo koalicion nuk ja u vënë në dispozicion, se ne ja u kemi dhënë partive politike, ose më mirë të themi ju kemi thënë partive politike që gjithë secili prej këtyre subjekteve mund të tërheqin Komisionin Qendror të Zgjedhjeve pamjet filmike. Nëse një kandidat nuk i siguron dot për arsye të ndryshme nëpërmjet partisë të pamje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ja vën në dispozicion çdo kandidati. Rinumërimi nuk ka të bëjë me komisionerin shtetëror. Pretendimet për manipulim gjatë numërimit të votave nga jashtë kanë çuar në kërkesën për rinumërim apo transparencë shtesë nga disa kandidatë. Celibashi u ndal edhe te mundësia e pavlefshmërisë së votimit në rast shkeljesh ligjore. Nëse shkeljet e ligjit kanë përsëri të njëjtën përgjigje, nëse verifikohen shkeljet e ligjit dhe nëse shkeljet e ligjit janë të tilla që ndikojnë në rezultat, çdo lloj votimi mund të shpallet i pavlefshëm. Celibashi sqaroi që prej mbërritjes së zarfave në KQZ nuk është konstatuar asnjë shkelje, por pranoi se procesi i votimit nga diaspora mbetet i vështirë për të kontrolluar në mënyrë të plotë.